Zoti Beqiri, ditën e sotme ka nisur procesi në GKKO ndaj Jamarbër Maltezit dhe ish kryeministrit Sali Berisha mbi procesin e privatizimit të Isport Klub Partizani, ku vetë Maltezi ka cilësuar procesin si një gjuhë e shtrigash, ndërsa në një reagim të tij të mëvonshëm Berisha ka cilësuar si një proces të montuar politikisht dhe që dirigjohet nga kryeministri Edi Rama. Ju vetë si e lexoni këtë proces i cili rikthehet sërish në vëmendjen e opinionit publik? Procesi faktikisht sot nisi ashtu siç është parashikuar, domethënë me gjetjen e shkaqeve, që nuk janë shkaqe, po janë sebepe për të shtyrë gjykimin e çështjes edhe për ta zvarritur këtë proces si mjeti i vetëm që i ka ngelur në dorë faktikisht të pandeurve Sali Berisha, Jamarbër Maltezi edhe të grupit tjetër që janë bashkangjitur në këtë procedim penal. E them këtë gjë sepse sikurse keni dëgjuar dhe ju, Berisha nuk kishte marrë gjoja njoftim. Njoftimi i kishte vajtur Dhëndrit, po Dhëndrit s'kishte patur mundësi t'ia tregonte edhe Bjerrit. Edhe është një justifikim banal, thoshja unë, sikurse nga ana tjetër, gjithë Shqipëria dhe shqiptarët e dinin sot se gjitha mediat e kanë dhënë datën dhe orën e gjykimit të çështjes kundër Sali Berishës e të tjerëve të datën 30 sot në orën 10, ndërsa vetëm Saliu nuk e kishte marrë vesh, domethënë që pas ka gjykin sot në datën 30. Por pati disa domethënë problematika ky gjykim i sotëm që nisi. Kuptohet, këto janë artificie që rregullohen faktikisht, se tashmë ai do marrë njoftime dhe është detyruar në seancën tjetër që u caktua do të shkojë në gjykim. Por e rëndësishme për sot ishte fakti që gjyqtarja kryesuese, pra ajo që është relatoria e çështjes, konsiderohet si kryetare e seancës gjyqësore, ajo sot kërkoi që të japit dorëheqjen, domethënë gjykimi i kësaj çështje. E vlerësoi si një akt profesional, si një akt qytetërus, dhe që ajo faktikisht veproi mirë me këtë gjë që bëri. Se realisht ka konflikt të ashpër dhe të rënd interesi në këtë çështje. Dhe ajo nuk është e paanshme gjykimin e kësaj çështje. Sado që të mundohet e të bëhet, pleksen interesat e saj, familjes saj, njerëzve të afërt të saj, me pandeurin kryesor, që është ish kryeministri Sali Berisha, përjedhoi ajo duhet ta bënte një veprim të tillë që të jepte dorëheqje. Tani dorëheqjen e saj në dorë ka kryetari, domethënë një gjyqtar që do të caktohet atje për të vendosur heqjen e saj. Në rast se do të ndodhi ai fenomen që nuk e dëshirojmë faktikisht, nuk e dëshirojmë për shkak të asaj që duam që të jetë një proces i rregullt ligjor, të jetë një proces që të mos lërë asnjë lloj shije që ka anësi në gjykimin e kësaj çështje, pra gjyqtari që do të shqyrtojë çështjen në rastin konkret për pranimin e dorëheqjes saj, dhe në rastin konkret ai është kryetari i gjykatës atje, do të bëj mirë që të mos bëj teorira që jo ka konflikt interesi, jo nuk ka, jo është në rrethin e pjesëtarëve të afërt të familjes vetë, personi që apo gjykon apo nuk është, jo është larg edhe ligji nuk e thot drejt për drejt në një situatë të tillë që ajo asaj mund t'i pranojë dorëheqja e tjera, pra sa të bëj teorizime të tilla duhet ta pranoj sepse lehtëson veten e tij në radh parë, e bën të paanshëm në këtë gjykim çështje dhe largon nga ana tjetër atë dyshim të arsyeshëm që shqiptarët krijuan kur e mori në dorë procesin edhe si relatore zonja Ulliri, që thanë që se shedhur short, po gjyqtari Bani ja ka dhënë asaj të porositur me gjithë dy gjyqtarët e tjerë të cilët janë të krahut Banit dhe kjo treshe është dyshim të fakt për gjykimin e kësaj çështje. Ky është perceptimi i publikut, po në fakt edhe ne që i njohim ata gjyqtarë kemi një lloj perceptimi të tillë, jemi profesionistë dhe jemi brenda asaj gjykate në procese të ndryshme që gjykojmë dhe i njohim ata.
Pra ai me njerë duhet ta pranoj dorëheqje dhe ta hedhë në short me qëllim që ta marrin në dorë një gjyqtar tjetër që nuk ka probleme të kësaj natyre siç ka Ulliri në këtë çështje. Tashmë unë dëgjova sot edhe deklaratën e Jamar Maltezit, dëgjova edhe deklaratat e Sali Berishës, por domosdo ata janë të pandehur dhe i pandehuri në një proces penal ai do të mbrohet dhe mbrojtjen din vet ata si e zgjedhin. Në rastin konkret patjetër do thonë që është një proces politik i montuar që po ma bën Rama e tjera me radhë. Por në realitet është një proces thellësisht juridik. SPAK ka bërë një punë tepër të lavdërueshme dhe që SPAK bëri një punë tepër të lavdërueshme me hetimin e kompleksit Partizani, këtë e treguan faktikisht edhe filtrat që kaloi puna e SPAK. Kaloi filtrin e gjykatës së shkallës parë për masën e sigurimit, pastaj kaloi filtrin e gjykatës së apelit për masën e sigurimit, kaloi filtrin e gjykatës lartë për masat e sigurimit, që dha të dy këtyre personave, dhe kaloi klasën, domethënë mirë, pra u lanë fuqi vendimet dhe u konsideruan të drejta masat e sigurimit që u dhanë. Por nga ana tjetër e kaloi klasën edhe në seancën e gjyqtarit paraprak, i cili hodhi poshtë kërkesat për pavlefshmëri aktesh edhe për papërdorshmëri aktesh të pretenduara nga dy të pandehurit dhe avokatët e tyre, duke thënë që s'ka pavlefshmëri aktesh, nuk ka papërdorshmëri dhe e kaloi çështjen për gjykim. Pra, nuk e ktheu për plotësime timesh, nuk e pushoi që thoshte që janë pafajshëm, po e kaloi çështjen për gjykim. Kështu që në këtë aspekt tani do kemi një përballje të Sali Berishës, Jamar Maltezit dhe të pandehurve të tjerë me provat që ka dosja brenda me aktet e të tjera. Tani Jamar Maltezi kuptohet, ai pretendoi që është pronar, domethënë i atij trualli atje. Mirë po Shqipëria dhe shqiptarët dhe aktet flasin të kundërtën, nuk është pronar. Ai ka qenë pronar para 100 vjetësh si thot vet, por është shpronsuar dhe ka shpronsuar shteti italian, i cili e mori atë tokë, e bleu sa frengu pulën këtyre paraardhësve të Jamar Maltezit për ta bërë, domethënë fush aviacioni dhe bëri dhe kura Italia fashiste, të gjitha ato prona që kishte marrë Italia fashiste e kishte blerë në Shqipëri, ato i kaluan shtetit shqiptar edhe në formën e reparacionit të pronar kompleksit Partizani, ishte shteti shqiptar, nuk ishte Jamar Maltezi. E dyta, edhe sikur të ishte pronar real Jamar Maltezi dhe të qëndronte pretendimi i tij, kur në kurrës nuk duhet delte një vendim i Këshillit të Ministrave, siç doli nominativ vetëm për atë që t'i kthehet kompleksi Partizani dhe që ta privatizoi ai kompleksin Partizani, e privatizoi me çmime qesharake faktikisht, miliona euro i humbur shtetit shqiptar, se e mori thuaj falas me letra, por edhe aty atë shumë të vogël, domethënë që ishte 1/100 e vlerës reale, edhe atë 1/100 nuk e pagoi. S'pagoi asnjë lek, domethënë e privatizoi pa lek fare. Por edhe sikur pra tash ta kishte pronë, nuk jepet kurrë në kurrës një pasuri që përdoret për interes publik. Spitalet, stadiumet, komplekset e klubeve sportive e të tjera, këto shkollat mund të jetë pronarve, por ata kompensohen, nuk u kthehet kurrë vlera e tyre, sepse quhen pasuri që përdoren për interes publik dhe ai nuk duhet i kthesh kurrë në kurrës. Ju kthye vetëm atij dhe me vendim qeverie, domethënë na vjerri vet për dhëndrin e vet, dhe ai pastaj me 123 metër katror truall që ka faktikisht e ka fituar atje se ka qesh pjesa e tij, ai në atë 123 metro katror, përveç milionave të privatizimit kompleksit Partizani, siguroi këtu 6 milion euro fitim. Çka do të thotë një korrupsion i hapur, një korrupsion me të vërtet i lartë shtetëror, sepse u bën nga një ish kryeministër për interesat e familjes së tij dhe përjedhoi tashmë ata akuzohen edhe për korrupsion pasiv, edhe për pastrim të parave të pista, pra parave që rrjedhin nga një krim dhe për mos deklarim të ardhurave,
përjedhoj, janë provuar se janë vende sekuestro mbi pasuritë e tyre, janë provuar që burimin e të ardhurave për t'i blerë ato pasuri kur si kanë patur, po si kanë siguruar, dhe në këtë aspekt po kemi një gjyq, vlerësoj unë të drejtet bazuar në ligj dhe ata do marrin dënimin e merituar për këtë krim që kanë bërë.